Se keni ardhur, mirë se ka ardhur shoku Denisit. Jemi shumë të gëzuar që je këtu sot. Në fakt do doni të uroni mirëseardhjen edhe ndonjë tjetri që është për herë të parë këtu sot. Ndoshta ke ardhur gjatë kohës së këngëve dikush që është për herë të parë, nuk patë mundësi që parë të uroni mirëseardhjen. Dikush tjetër? Okej, mirë. Sa gëzim që jemi përsëri së bashku të mund të adhurojmë Perëndin edhe t'i këndojmë lavdë atij. Ky është qëllimi i jetës sonë, t'i japim derë dhe lavdi Perëndisë sonë. Ajo çfarë do të shikojmë neve sot është nga Marku, kapitulli 2, vargu 1-12, është një histori shumë e njohur. Jam shumë i sigurt që ndërsa do filloj me pasazhin do ta kujtoni historinë, por përpara se sa të futemi në pasazh do t'ju kërkoja vërtet që të jemi të vëmendshëm ndaj fjalës së Perëndisë sot për ta paraqitur atë përpara vetes sonë si një pasqyrë. Edhe duke kërkuar përpara Zotit, o Zot, çfarë do ti që unë të ndryshoj? Çfarë është diçka që ti do që unë ta bëj ndryshe? Çfarë është një pjesë e karakterit tim që ty nuk të pëlqen, nuk të jep nderë dhe lavdi? Çfarë është diçka që mundem të ta dorëzoj ty sot? Edhe duke patur edhe këto gjëra në mendje, duke kaluar edhe në fjalën e Perëndisë, të mundemi të krahasojmë veten me fjalën e Perëndisë. Tani historia është tek Marku, e kemi këtu. Historia është tek Marku 2. Thot pas disa ditësh ai erdhi përsëri në Kapernaum dhe u mor vesh se ai gjendej në shtëpi. Dhe menjëherë u mblodhën shumë sa nuk gjeje më vend as përpara derës. Dhe ai u predikonte fjalën. Tani tashmë Jezusi kishte një famë të madhe. Ai kishte filluar tashmë shërbimin e tij publik, edhe kishte shkuar në vende të ndryshme, kishte bërë shenja dhe mrekulli, kishte folur fjalë, kishte deklaruar gjëra, edhe njerëzit patjetër që e kanë dëgjuar gjithandej famën e tij. Kush është ky person? Edhe ai u kishte dhënë njerëzve shërim, u kishte dhënë njerëzve shpresë. Fama e tij me siguri ishte e madhe sepse thuhet këtu, e shikoni pak pasazhin që erdhi përsëri në Kapernaum dhe u mor vesh thot se ai gjendej në shtëpi. Pra nuk është se ishte një person do si do, u mor vesh që Jezusi ishte përsëri në Kapernaum dhe menjëherë thot, u mblodhën shumë njerëz, faleminderit, sa nuk gjej më vend as përpara derës dhe ai u predikonte fjalën. Tani unë nuk e di se sa e madhe ka qenë shtëpia, them mund të ketë qenë një shtëpi modeste, por është e sigurt edhe nga pasazhi që nuk ka qenë e mjaftueshme për të akomoduar të gjithë njerëzit që ishin aty, sepse thotë ishte mbushur plot, nuk ishte më vend as te dera. Ndoshta po themi pak, imagjinoni një shtëpi të vogël 6x6, 36 metra katror, me një çatisht të shesht me deg, palme. Imagjinoni tani që kjo shtëpi të ketë një numër aq të madh njerëzish saqë nuk ka më vend as te dera. Pavarësisht arsyeve që njerëzit ishin mbledhur këtu, Jezusi u predikonte atyre fjalën. Do shikojmë edhe pak më mbrapa për renditjen e gjërave që se si i bënte Jezusi gjërat. Ai në fillim u predikon fjalën, pastaj do shohim pak më poshtë që ai e fal atë mëkatarin, pastaj edhe e shëron. Qëllimi i Jezusit ishte që të shpëtonte njerëzit. Qëllimi i Jezusit nuk ishte spektakli, nuk ishin shërimet. Patjetër shërimet i shërbyen atij për të vërtetuar atë që ai ishte. Shohim në vargun 3 dhe vargun 5, historia vazhdon dhe thotë që atëherë erdhën disa dhe i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e mbartin 4 vet. Por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vendi ku ndodhej Jezusi dhe pasi hapën një vrim, e lëshuan vigun mbi të cilin rinte shtriri paralizuari. Jezusi kur pa besimin e tyre i tha të paralizuarit: "O bir, mëkatet e tua të janë falur." Tani në gjithë të turm njerëzish që erdhën, ishin disa vetë që i paraqitën Jezusit një të paralizuar, gjithsej 4 veta. Tani për mendimin tim, nuk e di si mendoni juve, ky organizim nuk është se ishte rastësor. Unë besoj që për shkak të famës së Jezusit, për shkak të shpresës që Jezusi u kishte dhënë njerëzve në mbar vendin, në momentin kur ata e marrin vesh që Jezusi ishte në Kapernaum dhe ishte kthyer përsëri, ata me siguri kanë thënë që hey, çau, është Jezusi në Kapernaum. Çau të shkojmë ta marrim këtë shokun tonë ose të afërmin tonë, nuk e di, nuk thuhet. Çau ta marrim edhe ta çojmë tek Jezusi që ai ta shëroj. Jezusi ishte aty. Le ta paraqesim tek Jezusi, me siguri ai do ta shëroj, thanë ata. Edhe kështu bën, e marrin të paralizuarin,
Edhe pse nuk mundeshin që t'i afroheshin Jezusit në fillim, për shkak të turmës, ata pastaj zbresin nga lart duke zbuluar çati në vendin ku ishte Jezusi. Pastaj kur Jezusi e shikon besimin e tyre, ai bën atë që bën, edhe i thotë: "O birë, mëkatet e tua janë falur." Shikojmë pak, po bëjmë një hyrje, më ndiqni pak. Vazhdojmë në vargu 6 dhe 7, por aty po rinin ulur disa skrip, të cilët në zemër të vet po mendonin: "Ç'flet ky blasfemi? Ç'flet ky kështu blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis vet?" Tani ishin skribët aty, njerëz të ligjit, njerëz që e dinin fjalën e Perëndis. Edhe kur dëgjojnë këtë shprehje, ata acarohen, do të thonë, ç'është kjo? Mendojnë ata në veten e tyre, ç'është kjo blasfemi? Kush mund t'i falë mëkatet veçse Perëndis? Tani të thuash mëkatet e tua janë falur në prani të skribëve, ishte si të ndizje një dritë të fuqishme në një dhomë plot me njerëz që besojnë se errësira është natyrale. Ata ashtu besonin. Besonin që vetëm Perëndia, dhe mirë e kishin, vetëm Perëndia mund t'i falë mëkatet. Por acarimi që ata patën, ato mendime që ata patën, ishin pak paragjykuese ndaj Jezusit. Ata e dinin shumë mirë, për shembull shikoni pak Isaia kapitulli 43 vargu 25, është pikërisht ajo që Jezusi thotë që unë pikërisht unë jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Ky është një atribut i Perëndis. Vetëm Perëndia mund të falë mëkatet. Edhe skribët në këtë sens po e kishin shumë sakt. Kush mund t'i falë mëkatet përveç se Perëndis? Por problemi ku gabuan ata ishte që ata e ndanë mendjen në atë gjë që ata donin të besonin, sepse thanë që në fillim, ç'është kjo blasfemi? Kush mund të falë mëkatet veç se Perëndis? Pra këto nuk janë pyetje që kërkojnë të vërtetën. Këto janë pyetje sugjestionuese që ti të thuash atë që do që të thuash dhe të besosh atë që do ti që të besosh. Nuk është një qëndrim i hapur, është një qëndrim i ngurtë. Edhe këtë bëjnë fetarët, ose njerëzit që e kanë ndarë mendin që ajo që mendojnë ata është e vërteta. Skribët e kishin zemrën të ngurtësuar, shikojmë nga pasazhi. Ata ishin krenarë dhe nuk ishin të hapur të kuptuar që Zoti kishte ardhur në mesin e tyre. Dhe kjo nuk është hera e parë që njerëz me njohuri nga ligji i Perëndis thonë gjëra të tilla dhe mbajnë një qëndrim të tillë. Madje edhe në fund të historisë ne do ta shikojmë që as këta skrib që patën këtë bisedë me Jezusin nuk arrin që të pendohen, nuk arrin që të dalin në përfundimin që po, Krishti është Perëndia. Krishti është Perëndia, ai që neve presim. Një qëndrim shumë i ngurtë. Shohim pak pastaj në vazhdim vargu 8 dhe 9 dhe thotë Jezusi, i cili me njëherë kuptoi në frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra me vete, u tha atyre: "Pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Çfarë është më e lehtë i thuash të paralizuarit? Mëkatet e tua janë falur, apo ti thuash: Çou, merre vigun tënd edhe ec?" Ai Jezusi nxjerr në pa mendimet e këtyre skribëve. Dhe nuk është hera e parë që Jezusi i nxjerr në pa mendimet e njerëzve. Ai nuk ka nevojë që dikush të thotë që o Jezus, ky është kështu, ki kujdes nga ky. Ai i njeh mendimet, ai dinte se kush ishte, nuk kishte nevojë. Psalmi 139 vargu 2 thotë, Davidi thotë për Perëndin: "Ti e di kur ulem, ti e di kur ngrihem, ti e kupton nga larg mendimin tim." Kush ka nevojë? A ka Zoti nevojë që për dikë që të japi dëshmi për një person tjetër? Jo, Perëndia na njeh shumë mirë. Edhe Jezusi ishte në këtë gjendje. Ai po shfaqte atributet e Perëndis. Ai dinte shumë mirë mendimet e njerëzve. Jezusi u tha atyre: "Pse i mendoni këto gjëra? Unë e di çfarë mendoni. Unë e di se çfarë mendoni." Edhe Jezusi i sfidon ata me dy pyetje. Edhe në fakt ata bëjnë siç janë fetarët në përgjithësi. Do shohim edhe një histori tjetër që njerëz që bëjnë llogari. Po ti përgjigjeshin pyetjes së parë, ata do të kishin dy mundësi. Kur Jezusi i tha që pse po i mendoni këto gjëra, ata mund të thonin që nuk po i mendojmë këto gjëra në zemër, çfarë po thua ti? Por kjo do të shkonte kundra ndërgjegjës së tyre. Ose ata mund të thonin që nga e di ti që ne po mendojmë këto gjëra. Por ata nuk thanë asnjë gjë. Se edhe nëse do t'i thonin nga e di ti që ne po i mendojmë këto gjëra, do t'ishte një vërtetim i asaj që po Jezusi po e kishte kuptuar se çfarë po mendonin ata dhe nuk donin.
Kështu që zgjodhen të heshnin. Për mendimin tim, patjetër ata në mënyrë indirekte e kanë pranuar që Jezusi kishte e dinte se çfarë po mendonin ata, por në të vërtetë ishte edhe një veprim burracak, po themi, për njerëz që e din fjalën e Perëndisë. Edhe nuk arrin të përballen, dhe nuk duan të përballen, po bëjnë skena, bëjnë manovrime, edhe fshehin gjëra. Nuk duan të shkojnë tek e vërteta, po duan të qëndrojnë patjetër tek ajo gjë e vet. Pak a shumë shikoni edhe një histori tjetër që është e ngjashme me qëndrimet e këtyre skribeve. Tek Mateu 21, vargu 23-27, shiko, unë nuk e di për ju nëse keni vënë re, po kush guxon edhe, po them, do të merret me fjalë me Jezusin, nuk ja ka dalë asnjëherë. Shikoni pak, kur erdhi në tempull, kryepriftërinë dhe pleqët e popullit ju afruan, ndërsa jepte mësim dhe i thanë, me ç'pushtet i bën këto gjëra dhe kush ta ka dhënë këtë pushtet. Shiko tani, ata po i kërkojnë llogari Jezusit. Na tregon që kush ta ka dhënë këtë pushtet, kush ta ka dhënë ty këtë drejt. Na thuaj çik. Jezusi është mjeshtër. Jezusi është i papar me këtë gjë. Shikoni çfarë thon vargu 24. Jezusi duke përgjigjur tha atyre, edhe unë do t'ju bëj një pyetje. Dhe nëse do të më përgjigjeni, edhe unë do t'ju them me ç'pushtet i bëj këto gjëra. Pakzimi i gjonit nga ishte? Kjo është pyetja. Nga qielli apo nga njerëzit? I thot Jezusi. Tani ata po arsyetonin midis tyre duke thënë, hajde tani prit të përgjigjemi sakt, se mos gabojmë këtu. E i thot, po ti themi nga qielli, do të na thot, përse atëherë nuk i besuat. Shikojnë çfarë llogarish po bëjnë. Por nëse i themi nga njerëzit, kemi frikë nga turma sepse të gjithë e mbajnë gjonin për profet. Edhe ju përgjigjen Jezusi duke thënë, nuk e dim. Çfarë përgjigje? Përgjigje spektakolare. Një përgjigje që është një shmangje e të gjithë bisedës, që ti nuk shkon drejt një përfundimi, por ti thua nuk e dim. Atëherë Jezusi thot, as unë nuk do t'ju them me ç'pushteti bëj këto gjëra. Tani të hash me Jezusi me këtë gjë është një betejë e humbur, sepse Jezusi i di mendimet. Jezusi është shahisti më i mirë në botë. Unë futa çik, nuk jam ndonjë shahist i madh, po u futa pak edhe duke parë këto lëvizjet e Jezusit, Jezusi flet, ata flasin, tak Jezusi i kap mat. Edhe është një lëvizje që quhet shamat me 2 lëvizje. Është shahu më i shkurtër, shamati më i shkurtër në shah. Edhe është kur i bardhi hap mbrojtjen e mbretit shumë shpejt dhe i lejon të zinjve të japin shamat me mbretëresh. Tani ju e Simon, Albano, ti që jeni kështu shahista, e dini më mirë këtë gjë. Ky quhet ndryshe edhe shamat i budallajt. Pra ti shkon në një rrugë pa krye. Pikërisht kështu bëjnë edhe fetarët e kësaj kohe. Dhe Jezusi ka kapur shamat direkt. Pasi Jezusi i sfidon dhe nuk merr asnjë përgjigje nga ata, i vazhdon dhe u thot në vargun 10 deri në 12. Por thot, që ta dini se biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe, unë po të them, i tha të paralizuarit, çou, merre vigun tënd dhe shko në shtëpinë tënde. Dhe ai u ngrit menjëherë, mori vigun e vet dhe doli përjashta në praninë e të gjithëve, dhe kështu të gjithë u habitën dhe lëvduan Perëndin duke thënë, një gjë të tillë se kemi parë kurrë. Tani me thënë të drejtën, fjala e Jezusit do duhet të mjaftonte në çdo rast që ata të besonin se Krishti ishte Zoti. Do duhet të mjaftonte në çdo rast. Nëse Jezusi do thoshte, shiko, unë kam ardhur, ty ja falin mëkateve duke predikuar fjalën, fjala e tij do duhet të mjaftonte. Por njerëzit janë ashtu si janë, kërkojnë ato gjërat e tyre, janë atë largësinë, afërsinë me Perëndin. Jezusi e di ku janë njerëzit, edhe ai çfarë bën, i dashur është, u bën atyre një mrekulli që të vërtetoj ato fjalë që ai tha. Edhe i thotë që ju ta dini që biri i njeriut ka pushtet të falë mëkatet mbi dhe, unë i them këtij, çou dhe ec. Pra, kjo mrekulli që Jezusi bëri ishte një vërtetim, ishte një provë i asaj që ai kishte dëshmuar më përpara, që po, unë jam ai që jam dhe kam pushtetin të falë mëkatet. Kjo është një histori e jashtëzakonshme. Kjo është ajo çfarë ka ndodhur. Jezusi bën një mrekulli.
Po cilat janë disa nga mësimet që Zoti do që të na mësoj? Cilat janë disa gjëra doktrina? Çfarë janë disa gjëra që neve mund të nxjerrim nga ky pasazh? Kalojmë te pika e dytë tek mësimi. Në fakt janë 3 gjëra doktrinare që janë të dukshme, ka shumë gjëra të tjera, po 3 që janë të dukshme që i kemi zgjedhur sot për këtë pasazh. Është hyjnia e Krishtit, është i paralizuari që do të jetë si një pikturë e një mëkatari. Është edhe besimi aktiv i këtyre 4 personave që e marrin dhe e mbartin këtë të paralizuar duke për ta paraqitur te Jezusi. Tani ju e dini shumë shpesh në historinë e jetës së Jezusit ai ka bërë shumë shpesh deklarata hyjnore. E mbani mend për shembull kur ai thotë që un jam. Edhe un jami ishte një emër që i referohej Perëndis kur kur i tha Mojsiut shko, nxirr popullin tim nga Egjipti. Dhe i tha Mojsiu, i tha, po si e ke emrin ti? Unë jami. Shko thuaj, unë jami më ka dërguar. Edhe Jezusi pastaj e përmend këtë gjë disa herë, i thotë që unë jam. Madje kemi patur raste kur ata kanë dëgjuar këtë emër, ata janë zbrapsur, sepse ishte vërtet një emër shumë domethënës. Ai është bariu. Ai është jeta, ai është buka e jetës. Domethënë Jezusi her pas here ka bërë deklarata dhe ka treguar atributet e Perëndis duke e njësuar veten e tij me Perëndin, sepse ai ishte Perëndia. Amen. Por nga ky pasazh do të shikojmë disa gjëra që Jezusi i nxjerr si atribut i Perëndis. Së pari, ai fal mëkatet. Është një atribut që vetëm Perëndia e ka. Askush tjetër nuk mund të fal mëkatet. Asnjë prift, asnjë pap, asnjë hoxh, asnjë njeri nuk mundet të fal mëkatin ty. Vetëm Perëndia mund ta bëjë. Nëse një njeri është mëkatar, ai mëkaton ndaj Perëndis. Edhe shkelet ligji i Perëndis. Edhe vetëm Zoti e ka autoritetin e plot që të thotë po, të kam falur. Jezusi bën të njëjtën gjë këtu. I thotë, o bir, kur e pa besimin e tyre, i tha, o bir, mëkatet e tua të janë falur. Jezusi po manifestonte atributin e Perëndis. Jam Perëndia. Unë e kam të drejtën, thot, që të fal. Shikoni pak tek Isaia 43 vargu 25, thot Zoti, unë, pikërisht unë, jam ai që për hir të vetvetes fshi shkeljet e tua dhe nuk do t'i mbaj mend mëkatet e tua. Le t'i mbaj mend të gjëra që Jezusi fal mëkatet. Jezusi po manifeston atributet e Perëndis. Jezusi është Perëndia në mish. Dhe do të ishte një mësim për këtë të paralizuar, për ata 4 njerëz që besojnë tek ai, për këta skrib, për një turm të madhe që dëgjojnë, vërtet që mbajni mend këto gjëra. Jezusi po manifeston atributet e Perëndis. Së dyti, ai njeh mendimet. Askush nga ne nuk mundet thot, bashkë me gjithë telepatin që neve mundemi të përfitojmë nga eksperienca e jonë në këtë botë, nuk mundemi të themi që ne i dim mendimet e tjetrit. Absolutisht. Absolutisht. Zoti është ai që i di mendimet. Zoti është ai që na njeh rrënjë dhe mball. Zoti është ai që i di të thellat tona, skutat tona, mëkatet tona, të fshetat tona, gëzimet tona, ato gjëra që njerëzit nuk i dinë dhe që ne nuk i kemi thënë ndonjëherë, Zoti i di. Edhe Jezusi thot këtu tek Marku vargu 8, 2 vargu 8 e thoi Jezusi, i cili më njëherë kuptoi në frymën e vet se ata po i mendonin këto gjëra, u tha atyre, pse i mendoni këto gjëra në zemrat tuaja? Pra Jezusi i dinte mendimet e atyre. Psalmi 94 vargu 11 thot Zoti i njeh mendimet e njeriu. Shikoni pak tek Gjoni 2 vargu 23-25 dhe kur qenë në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë besuan në emrin e tij duke parë shenjat që bënte. Por Jezusi nuk u zinte bes atyre. Vini re, sepse i njihte të gjithë. Jezusi i njihte të gjithë. Dhe sepse nuk ishte nevojë që ndokush të jepte dëshmi për njeriu, sepse ai e dinte që ishte brenda njeriu. Taj nuk është se janë gjëra të reja, por thjesht dua të theksoj që Jezusi po nxjerr disa gjëra këtu që do të jenë si një gur themeli për këta njerëz që ka vërdall. Ai është Perëndia. Ai po u tregon atyre që unë i di mendimet tuaja. Vetëm Zoti i di mendimet. Atëherë bëheni vetlidhje. Edhe së treti Jezusi shëron. Pasi i thotë që
o birë mëkatet e tua të afalur, dhe i thot atyre skribërve që ta dini ju se biri njeriu të ka pushtetin që të falë mëkatet, i thot atij të paralizuar, çau, thot, ngriu, merre vigun tënd dhe shko në shtëpi. Ai e shëron. Edhe kështu ndodh. Kështu ndodh që ai çohet, merr vigun edhe në pranitë gjithëve del për jashta. Jezusi shëron. Shikoni pak tek Psalmi 103, vargu 3. Perëndia, ai fal të gjitha pallësitë tua dhe shëron të gjitha sëmundjet e tua. Vini re, ju thash, është një gjë që duhet ta kuptojmë. Fakti që Jezusi shëron, ai është i madh, ai është Perëndia. A mund ta bëj ai? Ai mund ta bëj. A mund ta bëj dhe sot? Ai mund ta bëj dhe sot. Amen. Por së pari, Jezusi, vini re, ai ju predikonte fjalën. Dhe kur erdhi paralizuari përpara tij, ai i tha, o birë, mëkatet e tua të janë falur. Nuk e shëroi në fillim, po i tha për mëkatet. Sepse nevoja e vërtetë e njeriut, është të marrë faljen përpara Perëndisë. Të dyti, do të shikojmë të paralizuarin si një tipi, një mëkatari që falet. I paralizuari shërohet, edhe një mëkatar që falet. Kam bërë një tabel, pak a shumë për të kuptuar që ky është i paralizuari, ky është personazhi i historisë sonë, është një tip i një mëkatari, dhe do të shikojmë çfarë thot Bibla në lidhje me këtë gjë. Një i paralizuar është i paaft fizikisht, ai është mjaft i kufizuar, i ka të gjithë muskujt të ngrirë, nuk i lëvizin, as nuk çohet, as nuk shtrihet vetë, domethënë se shtrirë është i paaft fizikisht që të bëjë gjëra, është e pamundur. I tillë është edhe një mëkatar. Është i vdekur shpirtërisht. Tani, Bibla thotë, Efesianët 2, vargu 1, thotë, ai ju dha jetë edhe juve, që ishit të vdekur në shkelje dhe në mëkate. Ne kemi qenë të vdekur në faj dhe në mëkate, në shkelje dhe në mëkate. Ne kemi qenë të vdekur shpirtërisht, ne kemi qenë të paralizuar shpirtërisht. Ne kemi qenë, ose një i paralizuar është pa fuqi fizike. Ai nuk ka fuqi fare, është zero. Ashtu si një mëkatar që nuk ka fuqi shpirtërore. Tani pse janë shumë të rëndësishme për të kuptuar këtë gjë? Është shumë e rëndësishme sepse nëse do t'i shikojmë njerëzit ashtu siç janë në të vërtetë, ashtu siç Krishti i shikon, pra si mëkatar, si të paralizuar, si të pafuqishëm për të shkuar vetë te Perëndia, atëherë ne do t'i çojmë te Jezusi për shpëtim. E thënë me pak fjalë. Ja thotë sepse ndërsa ishi mende të dobët, Krishti vdiq në kohën e tij për të pabesët. Unë vetë kam qenë i dobët dhe askush nga ne nuk mund të thotë që unë e fitova jetën e përjetshme sepse kam qenë i fortë, unë ngrita vetë edhe i Zoti ma dha sepse unë e meritova. Askush nuk mund ta thotë. Ne të gjithë jemi mëkatar, ne të gjithë kemi shkelur ligjin e Perëndisë, kemi fyer Perëndin dhe kemi qenë të ndarë nga Perëndia. Dhe kushdo që është pa Krishtin, është i ndarë nga Perëndia. Dhe nuk ka fuqi që të shkojë te Perëndia, dhe nuk ka fuqi që të çohet, është i vdekur. Shikoni pak, i paralizuari është i paralizuar fizikisht. Tingëlloj çik si nar ndoka kjo? Po, është i paralizuar fizikisht ashtu siç ne jemi të paralizuar shpirtërisht. Ne nuk mundemi të bëjmë lëvizje kur jemi të ndarë nga Perëndia. Shikoni çfarë thot Davidi, thot nuk ka asnjë të shëndosh në mishin tim për shkak të zemërimit tënd. Pse? Shikoni pse? Pallësit e mia e kalojnë në fakt kokën time. Janë si një barë e madhe. Shumë e rëndë për mua. Ky është një person që është pa Krishtin. Nëse ti je këtu sot, edhe akoma nuk e ke pranuar Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, mëkati yt qëndron tek ty. Edhe ti je i paralizuar, ashtu si i paralizuari. Ti nuk ke fuqi të shkosh te Perëndia, sepse mëkati e kalon kokën tënde, si thotë, dhe është një barë e madhe. Ti nuk mundet ta heqësh, është e pamundur. Edhe e fundit është një paralizuar, është i shtrirë, ashtu si një mëkatar është në pranga,
Nuk e dia e mbani mend atë historinë kur Jezusi shëron një grua që prej 18 vjetësh kishte qenë e krusur, edhe shikoni çfarë thot, vini re fjalët, thot, a nuk duhej pra të zgjidhe nga këto pranga? Pranga. Një njeri që është pa Krishtin, i hapim sytë, është në pranga shpirtërore. Vetëm Jezusi mundet ishte edhe një tjetër, mundet që ti paralizuari shërohet nga Jezusi, lavdi Zotit, kjo është shëmbëltyra, në fund fare të historisë, ai çohet me fjalën e Jezusit, edhe ashtu si një mëkatar pastaj, kur shkonte Jezusi për falje, ai falet, ai merr faljen. Luma ai, thot Bibla, që ka marrë faljen e mëkateve. Luma ai që të cilit janë falur mëkatet. Luma ai. Edhe së treti, do të shikojmë edhe një besim aktiv. Janë tre gjëra që janë shumë të dukshme këto. E para ishte që Jezusi është Krishti, është Perëndia, pam atë shëmbëtyrën e të paralizuarit, që është si një mëkatar që ka nevojë për faljen e Perëndisë, ashtu siç ndoshta ndonjë mund të jetë sot. Do shikojmë edhe besimin e këtyre personave, këtyre 4 personave, një besim aktiv. Edhe kemi shumë gjëra për të mësuar te kjo. Po bëjmë akoma një hyrje, më ndiqni pak. Besimi aktiv, çfarë është? Ai është një besim i vërtet. Shikoni pak tek Marku 2, vargu 1 deri në 4. Thot pas disa ditësh ai erdhi përsëri në Kapernaum, dhe u mor vesh se ai gjendej në shtëpi, dhe menjëherë u mblodhën shumë sa nuk gjeje më vend as përpara derës dhe ai u predikonte fjalën. Atëherë erdhën disa dhe i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e mbartin 4 vet. Por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vendin ku ndodhej Jezusi dhe pasi hapën një vrim e lëshuan vigun mbi të cilin rrinte shtrir i paralizuarit. Tani shikoni ç'a ndodh. Është një besim i vërtet. Pse është besim i vërtet te këta persona? Sepse këta e dinin këta e kishin dëgjuar kush ishte Jezusi. Dhe në zemrën e tyre ata e kishin besuar plotësisht që nëse Jezusi do të ishte vërdall, ne do ta shfrytëzojmë rastin të shkojmë tek ai edhe ky i paralizuar të marrë shërimin. Ishte një besim kaq i sinqert, edhe kaq e kishin ndarë mendjen ata. Ata vetëm donin rastin që Krishti të ishte aty. Në mendjen e tyre ishte përfunduar. Ne do ta marrim, do ta çojmë kur të vi Krishti. Ishte një besim shumë i vërtet. Besimi i vërtet, një përkufizim, është që të vendosësh Jezusin aty ku i takon dhe të besosh se ai do të veprojë sipas asaj që ai është. Amen. Ta them edhe një herë, besimi i vërtet është që të vendosësh Jezusin aty ku i takon dhe të besosh se ai do të veprojë sipas asaj që ai është. Të thuash për shembull që, shiko, unë nuk e kam problem të hipi në avion, kam besim tek piloti, por nuk hipi se nuk jam i sigurt. A ka diçka që nuk shkon këtu? Ka diçka apo jo? Sepse besimi jo te piloti nuk është aq besim i sigurt. Pra ti nuk është se ke dhe aq besim te piloti, ti nuk e ke problem të hipësh në avion. Piloti mund të jetë shumë i Zoti, por unë si do se nuk jam i sigurt. Ka diçka që nuk shkon. E njëjta gjë është edhe me besimin e sinqert, me një besim të vërtet. Pra unë i besoj Perëndisë sepse ai është Zoti, edhe unë edhe hapin sepse ai bën atë që thot. Edhe ai është i vërtet, ai është i sigurt, nuk gabon. E para Gjoni 3 vargu 18, djema të mi, të mos dua me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe me të vërtet. Pra besimi i vërtet është një besim që shfaqet. Do të shikojmë pak në pika e dytë, është besim që shfaqet me vepra. Besimi aktiv është një besim që nuk rri në vend. Besimi aktiv është që ti beson Perëndisë edhe në fakt edhe hidhesh në sulm për atë që ti beson. Thot ata i paraqitën
një të paralizuar, të cilin po e mbartin 4 vetë, por duke qenë se nuk mund të afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin në vendin ku ndodhi Jezusi, pastaj hapën një vrim, e lëshuan vikun mbi të cilin rinte i shtrirë i paralizuar. Vini re tash. Tani pengesa kishte mjaftueshëm. Do shikojmë edhe pak, më falni, do shikojmë edhe pak më mbrapa. Pengesa kishte mjaftueshëm. Edhe po ky besim që ata kishin nuk ndaloi te dera. Nuk ndaloj që, pas ka njerëz sot, ndoshta nesër, hajde më si ishte dita jote sot. Ju e pat vetë që ata e panë që ishte kështu e ngarkuar situata, kaluan me një vend tjetër, hapën çatin, derisa e çuan tek Jezusi. Vepër pra, është një vepër, është një aksion. Nuk mund të rish, të gjesh mënyrën që ky person të marri, të shkojë te Jezusi. Pastaj Jezusi e bën punën, po unë do ta çoj te Jezusi. Kjo është vepra. Bën gjithçka. Ja shikoni pak e para Gjonit 3. Dhe nëse një njeri ka të mirat e botës dhe shet të vllain e tij në nevojë dhe mbyll zemrën e tij para tij, si qëndron në të dashuria e Perëndis? Si mund të themi ne që kemi besim, si mund të themi ne që duam Perëndinë, duam vllain, kur ne shohim një vllai, një motër në nevojë dhe nuk ja plotësojmë atë nevojë, atëherë prandaj thot Gjoni, djema të mi, të mos dua me fjalë, as me gjuhë, por me vepra dhe me të vërtetë. Besimi ka vepra. Besimi shfaqet në vepra. Jo vetëm kaq, jo vetëm që ka vepra, jo vetëm që është një besim i vërtet, por besimi aktiv vën në lëvizje Jezusin. Kjo është, besoj e keni vënë re tashmë që fjalën që thuhet këtu që Jezusi kur pa besimin e tyre i tha të paralizuarit, o birë, mëkatet e tuat janë falur. Ai mendoni pak situatën si ka qenë, kur gjithë kjo përpjekje ndodh, kur gjithë kjo, domethënë nuk mundëm të vim nga dera, po i biem nga çatia, vetëm e vetëm që ky i paralizuar të paraqitej përpara Jezusit, dhe Jezusi kur e shef gjithë situatën, po birët janë falur mëkatet. Mendoni pak, gjithë historinë, si që është, të jap një ushtrim, të gjithë historinë si që është, një turmë e madhe që është mbledhur tek shtëpia ku ishte Jezusi. Jezusi duke predikuar fjalën. Tani hiqeni pak ta 4 veta, hiqeni pak të paralizuarin, ose hiqeni këtë besim aktiv, çfarë do të ndodhte? Si do vazhdonte historia? Do të shëroj ky i paralizuar? Nuk e di. Por jam shumë i sigurt në këtë që ndodhi, që këta të 4 e vunë në lëvizje Jezusin. Shkuan te Jezusi, i bën të gjitha përpjekjet, e shfaqën atë dashurinë, e shfaqën atë besim, dhe Jezusi kur e pa besimin e tyre tha, o birë, t'ja fal mëkatet. Besimi aktiv është një besim që e vën në lëvizje Jezusin. Tani shikoni pak edhe një anën tjetër të medaljes. Kur një njeri ose kur njerëzit në përgjithësi nuk shfaqin besim, çfarë ndodh? Në Marku 6, vargu 1 deri në 6, doli prej andej dhe erdhi në vendin e tij dhe dishepujt e vet e ndiqnin. Dhe kur erdhi Shabati, filloi të mësojnë në sinagogë, dhe shumë kur e dëgjonin habiteshin dhe thonin, nga i vin këtij këto gjëra? Vallë shurtësi është kjo që i është dhënë, dhe si i kryen këto vepra të mëdha nëpërmjet duarve të tij? As është ky Marangozi, biri Maris, vllai Jakobit, i Joseas, i Judës, i Simonit, dhe a nuk janë këtu midis nesh motrat e tij? Dhe skandalizoheshin prej tij. Dhe Jezusi u tha atyre, asnjë profet s'është i përbuzur vese në vendlinjen e tij, në farefisjen e vet dhe në shtëpinë e vet. Dhe shikoni çfarë thot, dhe nuk mundi të kryej aty asnjë vepër të pushteshme. Verse shëroi disa të sëmur duke vënë duart mbi ta. Shikoni çfarë thot, dhe çuditej mos besimin e tyre. A bëri Jezusi vepra? A kreu Jezusi shenja, mrekullira, gjëra që bëri? Po i bëri. Po këtu thot, nuk mundi të kryej aty.
asnjë vepër të pushteshme. Pse? Sepse nuk besoni. Dhe habite. Wow. Neve ndonjëherë sfidojmë njëri tjetrin, po mësoj një varg përmendesh. Edhe ndonjëherë kështu kur jemi me gallat themi, e mësova një varg. Kush është vargu? Jezusi qau. Bravo, e mësove vargun. Pa, e diti pse Jezusi qau? A i qau për shkak të mosbesimit. Edhe është e rënd ku një njeri, ku nga populli i tij nuk i beson Krishtin. Po kur dikush e beson Krishtin, Jezusi është aty. Më besoni që Jezusi është aty për të bërë atë gjë. Jezusi është aktiv, kur shikon një besim aktiv. Tani, e bëm gjithë këtë hyrje, kemi edhe pak për të mbaruar pikën e tretë, çfarë mësojmë neve nga këto gjëra. Ne do të shikojmë, në fakt, miq si këta. Ne do të shohim pak tani nga ana praktike. Janë 4 grupe njerëzish që ne do të shikojmë edhe do të analizojmë me veten tonë, do ta vendosim siç u thash në fillim, që ta vendosim këtë fjalë si një pasqyrë për veten tonë. Janë ata 4 persona që e marrin të paralizuarin. Është ky i paralizuari, janë skribët, është edhe turma. E lam Jezusin për momentin, sepse Jezusi është ai që është personazhi më kryesor i gjithë historisë. Megjithatë, këto 4 persona, këto 4 grupe, ne duam që t'i marrim pak, t'i shikojmë pak me veten tonë, të krahasohemi ku jemi, edhe nëse Zoti ka diçka që të kërkon, që shiko, diçka duhet ta ndryshosh, në këtë pikë të jemi gatshëm që ta ndryshojmë. Ta 4 persona, i kam rënë 4 veta, mos mi ashtu këto titujt, se janë kështu modest. Okej, këta 4 persona përfaqësojnë besimtarët që i besojnë Krishtit dhe hidhen në aksion për të bërë punën. Përfaqësojnë besimtarët që si këta 4 që nuk u thuhet emri, po ta vini re, bëjnë punën e Perëndisë duke çuar njerëzit e Krishtit. Ata nuk dihet kush janë, nuk i kanë as emrat, por puna e tyre, sipas besimit të tyre, është që ne do ta çojmë te Krishti. Edhe hidhen direkt në aksion. Ata gjithashtu përfaqësojnë besimtarët që luten dhe ndërmjetësojnë për njerëzit duke i paraqitur ata përpara Krishtit me besim që ai është i Zotit i shpëtoj. Më falni. Këta njerëz përfaqësojnë të tillë besimtar. Besimtar që hidhen në aksion, besimtar që i besojnë Krishtit, që luten për njerëzit, luten për prindit, luten për të afërmit, luten për ata që kanë afër, luten për komshinjt, luten për nga puna, për nga shkolla, luten për njerëzit, bëjnë lutje ndërmjetësuese. O Zot, unë e di që ti mund ta shpëtosh. Të lutem për këtë person me emër. Lutem për këtë person që ai të shpëtohet. Lutem që ai të vijë tek ti. Janë të tillë njerëz që janë gjithmonë aktiv. Janë të tillë njerëz që në çdo moment janë alert për të çuar njerëz tek Krishti. Qëllimi i tyre është që unë këtë punë kam. Unë do ta çoj çdo person që është rreth rrotull meje, ta çoj tek Krishti. Kaq është puna ime. Ju e vini re që kur ata persona e çuan këtë të paralizuar tek Krishti, ata nuk bën më gjë. Nuk përmendet. Jezusi e fali, Jezusi e shëroi, u mor vetë pastaj Jezusi. Por puna e tyre ishte derisa ta çonin tek Krishti, nuk ndaluan. Kjo është ideja. Ata së pari besojnë. Besojnë në vargun 3 dhe 5, ata i erdhën disa dhe që i paraqitën një të paralizuar, dhe në vargun 5 thot Jezusi kur pa besimin e tyre. Janë njerëz që besojnë. Ata shkuan tek Jezusi dhe i paraqesin një të paralizuar. Së pari, sepse e thamë dhe më përpara që ata tashmë e dini kush ishte Jezusi dhe sipas besimit të atyre shkuan tek Jezusi që ai ta shëronte atë person. Edhe në vargun 5 Jezusi e konfirmon dhe thot kur pa besimin e tyre, atëherë Jezusi i tha atij personi, mëkatet tuat janë falur. Së dyti, ata jo vetëm që besojnë, sepse shumë njerëz thonë që besojnë, ndonjëherë edhe unë jam midis tyre që unë them besoj, por nuk hedh një hap,
ata e hodhën hapin. Besimi aktiv këtu të çon, e hodhën hapin, tek vargu 3 thotë që i erdhën. Atëherë i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e mbartin 4 vetë. Tani që të besosh në anën praktike, patjetër duhet të kërkoj një hap nga ana jote përpara Perëndisë. Tani nuk i di se ku jeni ju me Perëndin, nuk e di se çfarë Zoti të kërkon ty, çfarë ke ti në zemër, çfarë je ti frymëzuar për të bërë për Perëndin që njerëzit të shkojnë te Krishti, nuk e di fare se ku jeni, çfarë po mendoni, por ama nëse nuk hidhni një hap, besimi nuk mjafton. Që thjesht o Zot, po dakord, ti je i mirë, mund ta bësh. Hidh hapin. Hidh hapin. Hidh hapin. Të treti, ata janë të sigurt. Thotë që i erdhën disa që i paraqitën një të paralizuar, të cilin po e mbartin 4 vetë, por duke qenë se nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, zbuluan çatin e tjera. Tani shikoni, vini re pak këtu që thotë që ata i paraqitën, thotë, një të paralizuar. Pastaj në vazhdim thotë që nuk mund t'i afroheshin dhe pastaj zbulojnë çatin ku ndodhi Jezusi, hapën një vrim edhe pastaj lëshojnë të paralizuarin. Tani çfarë do të thënë kjo? A e paraqitën apo jo? Këtu thotë e paraqitën, këtu duket sikur jo, akoma nuk e kam paraqitur, po u derisa gjë derisa e paraqitën. A din cili është? Këta janë të sigurt sepse në mendjen e tyre ai person ishte para Krishtit. Ai kishte shkuar tashmë. Ishte thjesht çështje kohe, ishte thjesht çështje rruge, nga do t'i binte nga lart apo nga poshtë, ai ishte aty. Edhe ata e kishin paraqitur këtë person përpara Krishtit. Por vajtën aty nuk patën mundësi direkte se ishte turma, hajde mos e lëm këtu, mos ikim këtej, hibim këtej. Është pak a shumë tek historia me Abrahamin, premtimi që Zoti i bëri për Isakun. Tek Romakët 4:20-21 thotë mandje nuk dyshoi me mosbesim në premtimin e Perëndisë, por u forcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndisë, plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Zoti i dha Abrahamit një premtim për një fëmijë në një moshë të thyer. Çfarë bëri Abrahami? Abrahami i besoi Perëndisë. E tha, po, Zoti e bën. Unë tashmë e kam fëmijën, sepse ai ma ka dhënë. Akoma s'kishte lindur ai. Po unë tashmë e kam. Ka mbaruar punë. Ky është një besim që është i sigurt në Perëndin. Pastaj kur Zoti i kërkon Abrahamit, i thotë, këtë fëmijë që atë të vetmin që ti do, ma jep mua. E mbani mend historinë? Që ai shkoi donte të sakrifikonte djalin? Ishte një provë shumë e fortë. Unë nuk e mendoj dot për veten time. Po shikoni çfarë thotë tek Hebrejt, vargu 11:17-19. Me anë të besimit, thot Abrahami, pasi u vu në provë, ofroi Isakun dhe ai, që kishte marrë premtimet, ofroi birin e tij të vetëm lindur, ndorse Perëndia i pati thënë në Isakun do të quhet pastardhja jote, sepse Abrahami llogariti se Perëndia është i fuqishëm sa ta ringjallte edhe prej së vdekurish, prej të cilëve dhe e mori atë përsëri si një shëmbëltyr. Pra, Abrahami kishte bërë një llogari. Edhe në qoftë se do të ndodhte kjo që Perëndia i kishte kërkuar, Perëndia do ta ringjallte atë, sepse ai më ka premtuar që unë do ta kem këtë. Apo ma kërkon Zoti mua? Po ma kërkon. A ma ka dhënë mua ky si premtim? Po ma ka dhënë si premtim. Atëherë unë do mbajmë te premtimin Perëndis dhe thotë që edhe nëse ndodh që Isaku vdesi një kërkesë e Perëndis, ai do ta ringjall. Për mua ai është i gjallë. Ky është një besim i sigurt. Ky është ajo çfarë pasazhi thotë që ata e paraqitën, por nuk e paraqitën në moment sepse kishin ca vështirësi, pastaj shkuan dhe e lanë aty te Jezusi. Në mendjen e tyre kjo punë kishte mbaruar. Ky është një besim. Ky është një besim që është besim aktiv që të çon dhe je i sigurt që të çon që ta përfundosh punën. Të katërti ata mbajnë peshë. Ishin këta 4 veta që ata po e mbartnin. Edhe miq si këta kush nuk i ka nevojë. Realisht ne duhet të jemi njerëz të tillë, ne duhet të jemi që të mbajmë barrën e njëri tjetrit, ne duhet të jemi njerëz ngushëllues, njerëz që të japin kuraj, njerëz që të luten për ty, njerëz që të gjenden pranë. Kush nuk do i donte miq si këta? Ai paralizuar, po themi, ishte njeriu më me fat në botë, që kishte këta njerëz aty vërdall, që besuan tek Jezusi dhe e morën atë person dhe e çuan te Krishti.
Galatas 6 vargu 2 thot, bani barët e njëri tjetër. Kështu do të përmbushni ligjin e Krishtit. Jo vetëm kaq, por ata mblidhen bashkë. Në vargun 4 thot që të cilin po e mbartnin 4 vetë. Pra janë persona që mblidhen bashkë. Ata e duan bashkësinë për të bërë punën e Perëndisë. Ata u mblodhën të 4 vetë, u morën vesh me njëri tjetrin, do ta marrim tash ti mbaj këtu, unë do ta mbaj këtu, ti atje ti këtu, do ecim, do ta çojmë te Krishti që Krishti ta shërojë. Janë njerëz që mblidhen bashkë, organizohen së bashku. Perëndia e ka dëshirë bashkësinë me njëri tjetrin. Perëndia do që ne të bashkëpunojmë në besim për njerëzit që t'i çojmë te Krishti. Jo vetëm kaq, por janë fleksibël. Ata, siç e pam, që kur shkuan përpara portës pan shumë njerëz, nuk mundet që të hynin për shkak të turmës, por pastaj thotë që duke qenë se nuk mund t'i afroheshin, i ran nga një rrugë tjetër. Tani ti jesh fleksibël, nuk do me thënë që ti të varesh tek zgjuarësia jote. Ti je të fleksibël, do thotë që ti të varesh te qëllimi që ke. Qëllimi që kishin këta persona ishte që këtë të paralizuar ta çonin tek Krishti. Tani se do t'i bini nga dera apo do t'i bini nga çatia, për ata nuk është se ishte një problem. Mjafton që të shkonin tek Krishti. Dhe qëllimi, vëllezër, për çfarë do lloj gjëje që ne bëjmë në jetën tonë, shërbim apo aktivitet, është që ne të çojmë njerëzit tek Krishti. Ky është ai qëllim që do të na mbaj. Që Krishti pastaj t'i shpëtojë. Nuk i shpëtojmë ne. Nuk e bëjmë ne. Nuk kemi ne ata personat e rëndësishëm. Këta persona janë pa emër. Ashtu duhet jemi dhe ne. Ne të jemi, s'ka problem, jemi këtu, shërbëtor të Perëndisë që i çojmë njerëzit te Krishti. Ata pastaj vazhdojnë dhe shkojnë përpara. Thot pasi nuk mund t'i afroheshin për shkak të turmës, shkojnë në çati dhe zbulojnë çatin. Shkojnë përpara. Ta një njerëz që nuk dorëzohen. Njerëz që i shikojnë ato vështirësitë, po për shkak të besimit që kanë, ecin përpara. A nuk do doje ti të ishe një person i tillë? Edhe unë jam shumë i sigurt që në jetën tonë kemi mjaft vështirësi, kur kemi dëshirë sidomos të bëjmë diçka për Perëndinë, që qoftë një ungjillizim, qoftë të inkurajohemi me njëri tjetrin, të çojmë njerëzit te Krishti, pra, te Krishti, ka shumë vështirësi. Mbaj mend sa herë bëhet një organizim, sulme nga më të ndryshme, njerëz që sëmuren, dikush thyen dorën, dikush sëmuret keq, dikush vdes nga familjarët. Më thënë luftë, është një luftë e jashtëzakonshme. Çfarë do bëjmë? A do s'mbrapsemi në momentin kur ne kemi një premtim nga Perëndia që të ecim të bëjmë punën e tij, të çojmë njerëzit e Krishti, apo të ecim përpara? Unë jam shumë i sigurt që njerëzit kanë shumë nevojë për njerëz të tillë, për besimtar që nuk tërhiqen, por që ecin përpara. Bota ka nevojë, Krishti ka nevojë. Çfarë do ndodhte nëse këta persona nuk do të shkonin deri në fund saj pune? Ja, Filipianët 3:13 thot, vëllezër, unë nuk e llogaris veten time se e kam kapur, por një gjë po bëj, duke harruar ato që kam lënë pas dhe duke u zgjatur drejt atyre që kam përpara. Po ndjek pas synimin, drejt çmimit të thirrjes së lartme të Perëndisë në Krishtin Jezus. Një pikë tjetër, ata kanë një qëllim, sepse thotë që pasi hapën vendin, zbuluan çatin në vendin ku ndodhej Jezusi. Qëllimi i tyre është që ky i paralizuar nuk do të shkojë as kundi tjetër, verse te Krishti. Dhe edhe pse i ra nga çatia, çatin e hapën as anash, as ku di unë nuk e di se, por në vendin ku ishte Jezusi. Dhe jam shumë i sigurt ndoshta i kanë thënë atyre, na orientoni pak. Ku është Krishti? Ku është? Është në mes, është aty në cep, ku është? Na orientoni pak që ta hapim aty, ta lëshojmë aty te Krishti. Jo ta lëshojmë, se nuk e lëshuan, po e zbritën. E zbritën, dhe shumë. Jo. Do shërojnë në fundit, shaka. Ata ka një qëllim edhe nuk zmbrapse me atë qëllim. Bëjnë çdo gjë që ta çojnë në vendin ku ndodhej Jezusi. Një pikë tjetër është që këta 4 persona kërkojnë mundësi përtej normale, sepse thotë që ata hapën një vrim. Tani përtej normale është që ndonjëherë neve gjërat jemi mësuar të bëjmë gjërat në një mënyrë, okay, dhe nuk është se kanë gjë të keqe, të bësh gjërat në një mënyrë. Por ndonjëherë sfidohemi, ndonjëherë ka gjëra që nuk shkon
dhe kërkohet, të jemi fleksibël, në besim, me qëllim, që t'i çojmë njerëzit e Krishti, që të shohim një rrugë tjetër. Kemi diskutuar, kur kemi bërë me kampin, për shembull, për të bërë një organizim ka 1000 mënyra. Ne zgjedhim një. Në qoftë se në këtë rrugë ka diçka që mund të rregullojmë, okay, shkojmë në një rrugë tjetër. Pra jemi fleksibël. Kjo është ajo çfarë dua të them. Edhe ata kërkojnë mundësi përtej normales. Ata do t'i binin nga dera, ajo ishte normalja, po çfarë bën? Ishte e bllokuar. Ishte e bllokuar. Atëherë nuk u dorëzuan edhe shkuan, hapën një vrim nga çatia. Një pikë tjetër që është shumë e bukur, ata bashkëpunojnë së bashku. Shikoni çfarë thot, duke qenë se nuk mund t'i afroheshin, shikoj çfarë bëjnë. Nuk mund t'a afroheshin, zbuluan çatin, hapën një vrim edhe e lëshuan vigun mbi të cilin. Tani bashkëpunimi midis njëri tjetrit është shumë i rëndësishëm, edhe është një nga gjërat më të këndshme midis besimtarëve, bashkëpunimi. Sepse kur ne kemi një qëllim të përbashkët, qëllimi nuk është joni, është i Krishtit, ne i shërbejmë Krishtit. Edhe nëse bashkohemi për një qëllim të përbashkët, është shumë e këndshme. Edhe duhet të bashkëpunojmë midis njëri tjetrit, absolutisht që po. Edhe ashtu si këta persona që pavarësisht vështirësive bashkë nuk u zunë, nuk u morën me njëri tjetrin, por e kishin qëllimin edhe vet ata kanë kaluar në për këto vështirësi derisa e quan te Krishti. Ishte shumë e natyrshme kur je bashkë në atë qëllim. Edhe së fundmi këta të katërt kujdesen për të paralizuarin, tani e kam vënë dhe këtë nuk kërkojnë qiqra në hell për këtë arsye, sepse shikoni çfarë thotë që mbi të cilin pra e lëshuan vigun, thot, mbi të cilin rrinte shtrirë i paralizuarit. Ta kujdesen deri në fund për të paralizuarin. Pra ta nuk e morën e plasën aty, nuk kërkojnë qiqra në hell që ti thonë, tani, çau, të sollëm deri këtu, Boldashi, u lodha. Jo, deri në fund u kujdesen për të paralizuarin. Edhe ashtu mund të jetë vërtet me njerëzit që kemi rreth e rrotull nesh. Unë për shembull e kam sfidë me prindrit. Edhe shumë shpesh për fajin tim edhe nuk lutem për ta. Nuk është mirë për shpëtimin e atyre. Derisa ka frym, nuk do dorëzohemi, nuk duhet i lëm. Duhet të kujdesemi deri në fund. Puna jonë nuk është që t'i shpëtojmë, puna jonë është që ne të ndërmjetësojmë. Puna jonë është që ne të rrim përpara Perëndis me besim që Zoti mund t'i shpëtojë derisa të kemë frym. Dhe të gjitha këto u bën vetëm e vetëm që i paralizuarit të paraqitej përpara Jezusit, duke besuar se ai do të çrojë. Tani shikojmë pak një pikë tjetër, do mbarojmë shumë shpejt, është ky i paralizuar. E thamë përpara që i paralizuari është një njeri që është si një njeri mëkatar, që ka nevojë për faljen e Perëndis. Edhe ndoshta ti je këtu sot. Ashtu si i paralizuari që është i ndar nga jeta shoqërore, është shumë i kufizuar, jo shumë, por është jashtëzakonisht i kufizuar, vetëm çaj vin, se ai nuk shkon dot. Ashtu mund të jesh edhe ti sot për shkak të mëkatit. Patjetër që je i ndar nga Perëndia. Patjetër sepse Bibla thotë që kush jemi gjithë mëkatarë jemi të ndar nga Perëndia. Ashtu si ky i paralizuar, ti ke nevojë për faljen e Krishtit. Edhe siç pam edhe nga historia, është i vetmi Krishti që të ngre. I vetmi Krishti që ti e faljen e mëkateve. Mjafton që ti ta kërkosh. Mjafton që ti të kuptosh në zemrën tënde, po Zot, po, unë jam mëkatar. Unë jam i pafuqishëm të vitet ti. Unë nuk e meritoj jetën e prishme, nuk e meritoj faljen tënde, por të lutem më fal. Nëse ti me zemër të sinqertë do të shkoje tek Zoti me këtë qëndrim, nëse do të shkoje me këtë përvullësi të zemrës, Krishti do të japi faljen, do të falë. Prandaj nëse je sot edhe akoma nuk e ke pranuar Krishtin dhe je si ky i paralizuar, të lutem mos e çohem më mbrapa. Sot është dita. Nëse Zoti po të flet, hape zemrën. Jepja zemrën Krishtit. Kërkoj falje atij. Merre jetën, merre shërimin. Sepse është falas, Jezusi mund të ta japi 100%. Toni çfarë thotë Romakët 10 vargu 9 deri 11, sepse po të besosh, po të rrëfesh, me gojën tënde Zotin Jezus,
Dhe po të besosh në zemrën tënde se Perëndia i ngjalli prej së vdekurit do të shpëtohesh, është një premtim. Beso në zemër, rrëfeje me gojë se Perëndia e ringjalli prej së vdekurit. Do të shpëtohesh. Me zemër njeriu beson në drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim, sepse shkrimi thot kushdo që beson në të nuk do të turpërohet. Nëse je ti në këtë gjendje sot, ja vendose emrin tënd këtu. Vendose emrin tënd këtu dhe vazhdoj fjalin. Donaldi që beson në të nuk do të turpërohet. Nëse ti je sot i pafuqishëm, je mëkatar edhe akoma se ke pranuar Krishtin, sot është dita. Mund t'ja hapësh zemrën atij. Kalojmë pak te skribët. Në vargun 6 dhe 7 aty po rinin ulur disa skrib të cilët në zemër të vet po mendonin. Tani çfarë po themi këtu, ë? Janë po shohim këtë temën këtu që miq si këta. Deri tani kemi parë 3, të shohim edhe një tjetër, miq si këta. Janë këta skrib që thonë në zemrën e tyre ç'flet ky blasfemi. Ç'flet ky kështu blasfemi. Kush mund të falë mëkatet veç Perëndis vet? Këta skrib përfaqësojnë njerëzit e shpëtuar që kanë njohuri të fjalës së Perëndis, por nuk ecin me Zotin. Janë njerëz të ngurtësuar në zemër edhe pa besim. Njerëz fetar. Tani këta njerëz, këta skrib, shikoni çfarë thot aty thot rinin ulur disa skrib. Këta skrib, edhe në anën praktike, janë aty, janë midis nesh. Kudo janë. Po cili është qëndrimi i tyre? Ata rrinë ulur. Ishin të dystuar aty, ndërkohë duke parë Jezusin, çfarë po bënte, edhe vinte momenti, ç'është kjo që bën ti? Perëndia fal. Kush je ti? Ata ishin aty. Po rinin ulur, po prisnin momentin, edhe e dhan atë mendimin e tyre. Shohim edhe nga historia që ata janë të ngurtë në zemrën e tyre. Gjykojnë. Dhe nëse do të ishte për skribët, ky person nuk do shërohej kur. Tani që të shpëtohen njerëzit duhet të punojmë. Me besim te Krishti, t'i paraqesim tek ai. Të bëjmë përpjekje maksimale dhe lutje përpara Krishtit që njerëzit të shpëtohen. Është e kundërta e skribëve. Edhe së fundmi, turma, shohim pak 3 perceptime. Kjo ishte shumë e bukur në fakt. Janë 3 perceptime që nëse do t'i krahasojmë të 3 ungjit, Markun, Mateun edhe Lukën, do të shikojmë që turma ose brenda turmës ka 3 lloj përgjigjesh, ka 3 lloj perceptimesh në fund fare. Së pari tek pasazhi ynë thotë që u habitën thotë, pasi doli ky me vigun për jashta në praninë të gjithëve, dhe kështu të gjithë u habitën, lëvduan Perëndin duke thënë një gjë të tillë se kemi parë kur. Lavdi Zotit, sepse ishte habitshme është, tani të çohet një person të shërohet kështu në këtë formë. Lëvduan Perëndin shumë super, sepse një person që kur shërohet, patjetër që prodhon lavdi për Perëndin, ashtu si një njeri kur shpëtohet, ka gëzim, lavdi Zotit. Po shikoni pak tek Mateu 9 vargu 8 është fundi i historisë, edhe thot për turmat kur e pan këtë u çuditën dhe lëvdonin Perëndin që u kishte dhënë pushtet të tillë njerëzve. Po këta, ishte Krishti, pushteti ishte i Krishtit, po këta mendonin se Krishti ishte një njeri dhe ishte ndoshta nga këta shëronjësit, nga këta të fjerit, ata që bëjnë magji. Kurse edhe grupi i tretë është Luka 5 vargu 26, thotë është fundi i historisë dhe të gjithë u manitën për lëvdonin Perëndin dhe u mbushën me frikë. Disa u mbushën me frikë. Dhe thoshtin sot pam gjëra të pabesueshme. Këta të parët thanë që një gjë të tillë se kemi parë kur, edhe këta thonë sot pam gjëra të pabesueshme dhe disa ishin me frikë. Tani kjo turm përfaqëson njerëzit që vinë në kish. Njerëz që mblidhen për të parë, për të dëgjuar, kanë perceptimet e tyre, habiten në fuqinë e Zotit, e lëvdojnë Zotin, lavdi Zotit. Disa nuk besojnë fare se Krishti është Zoti, disa kanë frikë. Ata duan të shohin mrekullitë që bën Krishti, por jo që të afrohen. Jo që të afrohen dhe të kenë një marrëdhënie personale.
me të. Kjo është turma. Domethënë në turm ka ato perceptime. Secili ka atë perceptimin e vet. Erdha ta shoh, u mrekullova, lavdizoi sa mirë, ky njeri ishte kështu, ishte i papar ky, si e bëri ky këtë. Biseda, ule me njëri tjetrin, flasin, po asnjëherë nuk hedhin hap. Por vini re, këta 4 persona dolën nga turma. Edhe dua që ta kapim këtë, ta kuptojmë që pavarësisht se njerëzit mund të kenë perceptime të ndryshme për Krishtin, ne mund të jemi nga ata 4 persona që dalim nga turma. Jezusi gjithmonë e ka bërë punën me pak veta. Edhe pak duhet të jenë ata që i besojnë. Puna është që ti jesh ti. Puna është që ti jesh ti ai person që ngrihet e thot, po unë i besoj Krishtit. Dhe unë vetëm që i besoj Krishtit, po unë do të hedh hapin që të tregoj besimin. Unë do të punoj për Krishtin. Unë do të çoj një person për Krishtin, ta paraqes tek ai, që ai ta shpëtoj. Unë nuk do dorëzohem. Unë e kam një person në mendje tashmë që po flasim për këto gjëra, e kam një person në mendje, ndoshta e kam lënë pas dore pak. Zot më fal, por sot, nga sot, ai person do të jetë në lutje çdo ditë përpara teje. Unë do të të bezdis për këtë. Derisa ai të vi tek ti që të shërohet, që të shpëtohet. Zot, ndoshta kam një familjar që jam dorëzuar. Por nga sot, unë do të hedh hapin, duke besuar që ti po mund ta shpëtosh. Tani cili nga këta grupe je ti? Cili nga këta përfaqëson ti? Je si ata 4 personat që kanë një besim aktiv, hidhen në sulm, derisa e mbarojnë punën, nuk dorëzohen? Si ndoshta je si ky i parizuar që je mëkatar, akoma se ke pranuar Krishtin, ke nevojë që të shpëtohesh, ashtu si folëm. Ndoshta je si këta skrib, që thjesht je ulur, edhe ti ke të drejtë, gjykon, por e pam që po të ishte për këta skrib, ky i parizuar nuk do të shëroj, apo ndoshta je si turma, që thjesht je larg, të pëlqen të vish, shikon gjërat që ndodhin, je okej, nuk je as, kur i thon as mish, as peshk, as andej, as këtë, je okej, mirë, po lavdi Zotit, po e respektoj, po asnjëherë ndoshta nuk e hedhur një hap për të patur një marrëdhënie personale me Perëndin. Ndoshta duhet fillosh dishepëllizim, ndoshta duhet pakzohesh, ndoshta duhet të hedhësh një hap në marrëdhënien tënde që shiko, unë e lexoj Biblën një herë në 2 vjet. Edhe një herë në 2 vjet nuk është se e mbaj mend se çfarë thuhet, se kur vajti Salomoni tek në detin e kuq që hapi ato kur i zbriti ato pllakat, pali i tha pastaj, ndoshta je i tillë që i ke bërë lëmsh ato histori sepse nuk ke një rrjedh, ndoshta duhet të marrësh një përkushtim që çdo ditë të lexosh fjalën e Perëndis. Çdo ditë ndoshta duhet të ulesh, të lutesh përpara Perëndis. Po nëse je si këta 4 persona, lavdi Zotit, vazhdo kështu, nga njëri te tjetri, shko, besoj Krishtit, ço personat për paraqiti përpara Krishtit. Nëse je si ky i parizuar, shpëto, është vetmja fjalë. Pendo, Zoti të urdhëron, pendo dhe shpëto, prano Krishtin. Nëse je si skribët, patjetër, ke nevojë të pendohesh, të ecësh me besim. Dhe nëse je një spektator si puna, si turma, mbaj mend që nga turma dolën këta 4 persona. Edhe nga këta 4 persona, se nga këta 4, nga kjo turm, mund të jesh ti ai që del, edhe i beson Krishtit, edhe e vë në punë Jezu Krishtin me besimin. Le të lutemi. Zoti i dashur, ne të falenderojmë Perëndi për hirin tënd, faleminderit për fjalën tënde Zot që është gjithmonë e mrekullueshme, të jemi mirënjohës Zot për historinë që pam sot, lutem Zot që të na ndryshosh, që të na falësh për dobësitë tona Perëndi. Ne Zot duam të jemi si këta 4 persona që besuan edhe patën një besim aktiv, edhe përfunduan punën derisa e çuan këtë të parizuar tek ti, e që ti ta shërosh. Lutem Perëndi, na jep një zemër, na frymëzo, na ndihmo Zot në mosbesimin tonë, na ndihmo Zot që të ecim sipas asaj që ty të pëlqen, o Perëndi. Na ndihmo Zot që të bëjmë punën tënde, të jemi një dritë, e të jemi vërtet ambasador të tu, Perëndi, që të themi njerëzve që të paqtohen me ty, Perëndi. Lutem, na ndihmo Zot që të mos dorëzohemi dita ditës
për të bërë punën tënde derisa ti të vish. Faleminderit o Zot për këtë kohë dhe lutem bekosh gjithsecilin. Në emrin e Zotit tonë Jezu Krisht, falenderoj.